Hyjnisja e Prishtinës nuk është veç e Prishtinës që mos me keq kuptu dikush, po është e krejtë shqiptarit, do me thonë, është një simbol, një statut. Sepse unë e kom pas një këngë bashkë me Lindjen, grupin rock and roll në Lindja, 97-ën, një këngë që tifozët e Prishtinës e kanë pas si hymnë e Prishtinës, por hyjnisja e Prishtinës shkon ma tutje se vetë Prishtina, sepse është një simbol që tregon edhe lashtësinë tonë, do me thonë është gjetë në lagjën Ulpiana, daton me mija vjetë, do me thonë, tregon rronjë tona, edhe hyjnisja e Prishtinës, po, definitivisht arsimi me tekst ka deshtë edhe njerë me tregu në përmjet tekstit këngës ndërlidhjen që ekziston mes Kosovës dhe Mërgatës. Hyjnisja e Prishtinës nuk është veç e Prishtinës që mos me keq kuptu dikush, po është e krejtë shqiptarit, do me thonë, është një simbol, një statu e vogël, cila ka peshë të madhe. Albi Maut tregon edhe njerë që e përkra kulturën, e përkra artin, muzikën, dhe në këtë rast kemi gjetë gjuhë shumë të përbashkët dhe të lehtë për me bashkëpunu dhe janë sponsorët e mi të kësaj këngë. Big Brother është ajo drasa e cila asnjëherë se kom besu që mundet me çu kaq lart, ose me ta jap edhe një mundësi tjetër. Flasim gjithmonë edhe mosha, e ki parasysh ndrysho për një 25 vjeçar, ndrysho për një 57 vjeçar, por, siç thash, vullneti që po ma japin njerëzit që sot që janë blerë këtu ju me media, do me thonë tregon njerë që jo mende interesant.